sponsori i emisionit Medicina, Spitali Amerikan. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar teleshikues. E nisim sot sezonin e ri të emisionit Medicina pas një pauze tepër të shkurtër. Mbrëmja e sotme shënon edhe siparin e këtij cikli emisionesh Medicina. Çdo mbrëmje të këtij emisioni kemi të ftuar nga një mjek specialist, të specializuar kryesisht në fusha të ndryshme të shëndetësisë, të cilët punojnë pranë Spitalit Amerikan, qoftë në Tiranë, madje janë të pranishëm edhe pranë Spitalit Amerikan të qytetit të Fierit. Duke falenderuar kështu përzemërsisht sponsorin tonë general Spitalin Amerikan, duke përmendur këtu edhe doktor Novruzin, një mjek kardiolog shumë i mirë, i cili me gjithë profesionalizmin dhe përkushtimin e tij shërben të gjithë pacientëve në nevojë, madje në bashkëpunim me televizionin Apollon bën të mundur realizimin e këtij emisioni dhe ardhjen çdo të mërkurë të mjekëve specialist në emisionin tonë. Sonte, pa u zgjatur së tepërmi, do të flasim kryesisht për kirurgjinë plastike, sa i përket anës kirurgjikale dhe anës estetike. Për këtë, për të folur më gjerësisht dhe për të përgjigjur pyetjeve tuaja, të cilat do të jenë të mirëpritura në pjesën e dytë të emisionit, ku do të kemi dhe lidhje direkt telefonike, kemi të ftuar sonte në studio mjeken e specializuar në Turqi, Rezarta Kapaj. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën të ishit sonte e pranishme me ne. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe. Flasim kryesisht sonte për kirurgjinë plastike. Duam të flasim më tepër çfarë është kjo si fushë. Tani kirurgjia plastike, zakonisht njerëzit kur dëgjojnë fjalën kirurg plastik mendojnë thjesht nga ana estetike. Në fakt kirurgu plastik mbulon një gamë shumë të gjerë që kirurgjia plastike në emrin e plot e ka kirurgji plastike, estetike dhe rekonstruktive. Ne mbulojmë kirurgjinë e pediatrisë kryesisht, defektet e lindura, gjithashtu defektet e formuara gjatë jetës për rekonstruktimin e tyre dhe gjithashtu dhe nga ana estetike sigurisht siç dihet, të gjitha llojet e kirurgjisë estetike një kirurg plastik mund t'i mbuloj fare mirë. Gjithashtu kirurgjia estetike dhe plastike kohët e fundit është zhvilluar jashtë mase shumë, transplantimet e duarve që janë kulmi i kirurgjisë estetike, plastike. Gjithashtu transplantimet e fytyrës që kohët e fundit janë bërë është një risi në kirurgjinë plastike. Janë kulmet e kirurgjisë plastike, prandaj gjithmonë thuhet që kirurgët plastik kanë hyrë në shekullin e 21 me një hap shumë të fuqishëm. Dim që pranë Spitalit Amerikan padyshim që kryen të gjitha operacionet plastike, qoftë ato edhe estetike. Duam të dim më konkretisht çfarë operacionesh? Më konkretisht. Në Spitalin Amerikan zhvillohen shumë operacione plastike dhe estetike, edhe nga ana e rekonstruksionit dhe nga ana e estetikës. Zakonisht njerëzit që kanë ardhur deri tani, pacientët kanë ardhur më tepër me kërkesa nga ana estetike, sidomos kirurgjia e hundës është një kirurgji që zhvillohet shumë shpesh. Gjithashtu kirurgjia e gjoksit është një kirurgji që zhvillohet shumë shpesh. Mirëpo gjithashtu vjen shumë dhe të djegur akut ose kronik. Për momentin jemi duke ndjekur një djegje akute, gjithashtu djegje kronike gjatë gjithë kohës vijnë me kërkesa të ndryshme, qoftë nga ana funksionale, qoftë nga ana estetike. Sigurisht. Flasim në mënyrë specifike, më të specifikuara për këto kirurgji. Flasim më tepër fillimisht për kirurgjinë e hundës. Si kryhet? Për sa kohë arrin në gjendjen normale? Kirurgjia e hundës është një nga kirurgjitë që zhvillohen më shpesh në kirurgjinë estetike dhe plastike. Kirurgjia e hundës zhvillohet në dy mënyra, kryesisht zhvillohet ose në mënyrë të hapur, që i themi rinoplastia e hapur, ose në mënyrë të mbyllur. Rinoplastia e hapur dhe rinoplastia e mbyllur kanë një ndryshim të vetëm që mbas rinoplastisë së hapur mbetet një shenjë e vogël, mirëpo ajo është një shenjë që nuk dallohet absolutisht fare, dhe rinoplastia e hapur ka disa avantazhe, të cilat janë sidomos vendosja më lirisht e grefteve të ndryshme në hund dhe një pamje më e qartë e strukturës së hundës në përgjithësi. Mbas rinoplastisë, pra kirurgjisë së hundës, zakonisht ne nuk kemi ndeshur asnjëherë me dikë që të thotë sa e vështirë ishte kjo kirurgji, pata dhimbje të tmerrshme. Mendohet gjithmonë se kirurgjia e hundës është, ideja e vjetër është që kirurgjia e hundës është një kirurgji me shumë dhimbje, po në fakt kirurgjia e hundës është një kirurgji që nuk ka pothuajse as pak dhimbje dhe mjafton zakonisht vetëm një natë për ndenje në spital, pastaj që të nesërmen mund të shkohet në shtëpi dhe mos të ketë... Pacienti ose personi shkon në shtëpi? Po, patjetër, mund të shkojë që të nesërmen në shtëpinë e vet dhe mos të ketë asnjë lloj problemi me të ngrënit dhe me të pirrit e tjerë e tjerë.
Zakonisht ne mbajmë një allçi të vogël në hund, që e mbajmë rreth një javë, mbas asaj vëmë një bandazh që është përsëri i vogël, i cili mbahet edhe një javë tjetër, dhe mbas 2 javësh edhe ato nxirjet e vogla që mund të ndodhin, zakonisht për 10 ditë deri në 2 javë zhduken, sidomos mbas ditës së 8, ato nxirjet e vogla, sidomos vajzat, mund të mbyllojnë fare mirë me një ton të lehtë ose me një makjazh të lehtë. Kështu që sidomos mbas ditës së 8 nuk ka fare problem dhe për të kthyer në punë dhe zakonisht njerëzit nuk ta kuptojnë që ju jeni bërë operacion. Ka kohë që zhvillohet kirurgjia plastike hundës në spitalin amerikan? Sigurisht, për rreth 5 vjetësh kirurgjia plastike e hundës zhvillohet në spitalin amerikan. Besoj ka pasur një rezultat shumë të mirë. Në shumicën e rasteve kemi pasur rezultate mjaft të mira dhe nuk kemi pasur fare probleme as nga ana estetike, as nga ana funksionale, sepse hunda siç dihet në radhë të parë është një organ i frymarrjes. Kështu që duhet menduar 2 herë dhe nga ana funksionale që duke u munduar që të formojmë një hund të bukur, të mos prishim funksionin e hundës. Cilat janë operacionet e shumta të cilat kryhen, ose cilët janë ata personat të cilët kërkojnë të kryen një operacion plastik? Tani grup moshat janë të ndryshme që kërkojnë operacione plastike. Në qoftë se flasim nga ana estetike, zakonisht mund të ndahen si fillim operacionet e hundës dhe operacionet e gjoksit, sidomos zmadhimi i gjoksit zhvillohen më tepër midis moshës 20 dhe 30 vjeç. Pastaj midis moshës 30 dhe 40 vjeçare zakonisht gratë, po edhe burrat vinë sidomos për të jo për të zbukuruar, sa për të rinuar më tepër fytyrën, sepse siç dihet, në ato mosha fillojnë shenjat e para të flakjes së lëkurës. Do të flasim pak më vonë për këtë temë. Kështu që në moshën 30, midis moshës 30 dhe 40 vjeçare, sidomos nga ana estetike, vinë për qepallat e syve, dhe pastaj mbas moshës 40-50 vjeç vinë sidomos për facelift. Shumë mirë, po sigurisht që kjo është vetëm ana estetike. Nga ana tjetër, kemi dhe shumë pacientë të cilët kanë një defekt të lindur ose një defekt të shkaktuar nga aksidente të ndryshme, që mund të jetë defekt funksional ose defekt estetik. Dhe për të rregulluar këto lloj, sigurisht që në këtë nuk ka grup moshë të caktuar, sepse në çfarë moshe do të ndodhë një gjë e tillë nuk dihet, për të rregulluar nga ana funksionale, për të mbuluar një defekt të lëkurës, e tjerë vinë nga grup mosha të ndryshme dhe të gjinive të ndryshme sigurisht. Pra se që përmendët ka grup mosha të ndryshme të cilat vinë dhe kryejnë operacione plastike, qoftë ato estetike, besoj. Përmendë pak më parë operacionin e zmadhimit të gjoksit. Si kryet ky operacion? Sa është përqindja e personave, pacientëve të cilët kërkojnë është mjaft e lartë në fakt. Në fakt mes dheu si rac, mund të themi që karakterizohet nga një gjoks jo i vogël tek gratë. Megjithatë, është goxha i lartë numri vajzave që vinë për të zmadhuar gjoksin. Zmadhimi i gjoksit mund të bëhet me 3 incizione të ndryshme, me 3 hyrje të ndryshme, të cilët janë nën gjoks, në pjesën e poshtme të gjoksit, midis pjesës së ngjyrosur të gjoksit, në rrethin e poshtëm, dhe gjithashtu dhe nga sqetulla. Këto janë 3 incizionet që përdoren, dhe gjithashtu silikoni është proteza që përdoret, siç e dinë të gjithë. Silikoni nuk është thjesht përjashta silikon, por është edhe brenda silikon proteza. Dhe në qoftë se silikonet e reja, që ne i quajmë Cohesive 3, janë të tilla që dhe në qoftë se pritet në mes proteza, atëherë silikoni nuk do të derdhet. Do me thënë, ato historitë e vjetra që kemi dëgjuar, i plasë silikoni, e tjerë, nuk ekzistojnë më këto lloj rreziqesh, për fat të mirë, ato kanë qenë më tepër për shkak të protezave që ishin jashtë silikon, zarfin e kishin silikon, por brenda ishin të mbushura me izotonik, me serum izotonik. Do me thënë, tani sidomos në kohët moderne, argumentimi i gjoksit, zmadhimi i gjoksit është një operacion që nuk është as pak i vështirë dhe është një operacion goxha i sigurt. A është operacion i lehtë disi? Po, dhe mbas argumentimit të gjoksit, sidomos në qoftë se vendoset në planin subglandular, do me thonë midis muskulit pektoral dhe mamës, pra gjoksit vet, dhimbjet janë fare të lehta dhe që mbas 2 ditësh mund të dilni me një dekolte shumë të bukur pa asnjë lloj problemi. Flasim dhe për zvoglimin
Po. Folëm për zmadhimin, tashmë flasim edhe për zvoglimin. Sidomos, për mendimin tim personal, është një operacion që është një operacion dhe shumë i bukur, si nga ana estetike, por është një operacion që ndihmon shumë edhe funksionalitetin e shpinës kurrizore, gjithashtu ecjen e gruas e ndryshon, sepse sigurisht gjoksi i madh shkakton shumë probleme edhe nga ana mekanike, dhimbje të qafës, dhimbje të shpinës, dhimbje të mesit, intertrigo, që i themi ne, do me të në ato irritimet nën gjoks, sidomos gjatë verës, plus mungesën e mundësisë së grave me gjoks shumë të madh për të shkuar për të bërë palestër, probleme të tilla, dhe mbas operacionit të gjoksit, të zvoglimit të gjoksit, grupi që zvoglon gjoksin është grupi më i lumtur i kirurgjisë plastike. Gratë që bëjnë këto operacion zakonisht e ndjejnë veten shumë mirë, fillojnë të humbasin edhe kilet e tepërta sepse fillojnë ta ndjejnë veten më mirë. Dhe shpina nuk u dhëmb më, sportin mund ta bëjnë me më shumë lirshmëri, mund të veshin atë që dëshirojnë dhe mund të japin gjoksit një formë mjaft të bukur dhe jo aq të madhe. Një pamje estetike më të mirë. Dhe nga ana estetike dhe nga ana funksionale. A mund të ketë probleme zmadhimi apo zvoglimi gjoksit, pra pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike, qoftë edhe estetike, a ka probleme tek nëna të kushqyrja me gjindje fëmijës? Po, keni shumë të drejtë. Zakonisht shumica e grave e pyesin këtë pyetje, në qoftë se unë nesër pas nesër do të bëhem nën, a do të ketë probleme me dhënien e gjirit. Tek zmadhimi i gjoksit problemet nuk ekzistojnë, sepse siç u thash edhe më përpara, vendosja e protezës bëhet në një vend që nuk ka lidhje me gjoksin vet. Sidoqoftë, ne zakonisht tek nënat, që mund të bëhen nëna, domethënë më vonë, tek ato gratë që mendojnë që të japin gjë fëmijës, neve zakonisht nuk zgjedhim atë prerjen që u thash më përpara tek pjesa e ngjyrosur e gjoksit, po zgjedhim incizionin nën gjoks në mënyrë që të mos kemi fare lidhje me kanalet e qumshtit. Në këtë mënyrë mund ta shtyjmë protezën në mënyrë të atill pa e prekur fare gjoksin. Kanalet e qumshtit nuk dëmtojnë, pra nuk preken. Gjatë zvoglimit të gjoksit, disa nga kanalet e qumshit dëmtohen detyrimisht. Megjithatë, në 70% të rasteve dhe në 70 deri në 80% të rasteve nuk ka probleme me dhënien e gjirit. Por, për fat të keq, shumica e këtyre grave të cilat kanë zvogluar gjoksin nuk u pëlqen që t'ju japin gjë fëmijës, sepse ju duket sikur kanë pak qumësht, ju duket sikur është thjesht nga ana psikologjike, jo nga ana funksionale aqsa. Megjithatë, nuk krijohen probleme me dhënien e gjirit zakonisht mbas këtyre operacioneve. Mbas augmentimit jo, por edhe mbas zvoglimit të gjoksit, shkencërisht, nga ana anatomike nuk ka probleme me dhënien e gjirit. Teorikisht ekziston ky rrezik tek zvoglimi i gjoksit. Gjatë procesit të plakjes, pasi vjen një moshë që gradualisht njeriu plaket. Sigurisht. Çfarë ndodh? Cilët janë operacionet të cilat kryen kundër procesit të plakjes? Tani plakja është diçka tridimensionale në fakt. Ne gjithmonë mendojmë që plakja fillon vetëm nga lëkura. Procesi i plakjes nuk është thjesht në lëkurë. Procesi i plakjes është në lëkurë dhe madje edhe në kock. Me kalimin e kohës, për shkak të gravitetit, lëkura vjen dhe zbret poshtë, por gjithashtu edhe përbërja e lëkurës vet prishet, do me thënë kolagjeni i lëkurës fillon edhe dobësohet, fillojnë rudhat, avash gjithashtu bëhet më i ndjeshëm ndaj diellit dhe të gjitha ato dëmet që na ka dhënë dielli gjatë moshës fillojnë edhe na shfaqen në formën e njollave. Gjithashtu, në qoftë se e keni vënë re, kjo pjesa këtu që neve të gjithë mendojmë se është një rudhë që ne i themi sulcus nasolabial, që shumica e njerëzve mendojnë që kjo është një rrudhë e thellë, ndaj ajo në fakt nuk është një rrudhë e thellë. Thjesht ky djami që ekziston në fytyrë fillon dhe zbret poshtë me kalimin e moshës dhe duke theksuar më tepër. Theksohet akoma më tepër këtë pjesën këtu. Gjithashtu buzët hollohen dhe kockat fillojnë dhe ndryshojnë vendin. Gjithashtu për shkak të osteoporozës, e cila i ndodh të gjitha kockave të trupit, fillon dhe hollohet edhe kocka e nofullës së sipërme dhe kocka e nofullës së poshtme dhe bie akoma më poshtë. Të gjitha kockat ndryshojnë në këtë drejtim. Për t'i luftuar të gjitha këto, nuk mund të përqendrohemi vetëm tek lëkura. Që mendojmë ne që është e vetmja gjë që na tregon plakjen. Domethënë, duke u përqendruar vetëm tek lëkura nuk mund të zgjidhim asnjë gjë.
duhet patjetër që të lëvizen të Ka dhe një ndërhyrje në kock. Jo, sidomos për pjesën nën lëkur, do me thënë për pjesën e dhjamit që ndodhet nën lëkur, ne ato me operacionin e facelift, më parë, në vitet 60-70, në fillimet e kirurgjisë estetike, si të themi nga kjo anë, lëkura shtrije në këtë drejtim vetëm. Dhe duke u shtryer në këtë drejtim, formohesh ajo stigmata që i themi në facelift, që dallohesh më njëherë kur e shikoj një person që kishte bërë një operacion plastik. Tani ne nuk veprojmë në atë mënyrë. Tani ne i drejtohemi vektorëve që e shkaktojnë plakjen. Do me thënë, e tërheqim këtë në këtë mënyrë, këtë pjesën në këtë mënyrë. Facelift, operacioni pra i tërheqjes së lëkurës, për këtë arsye, këto kohët e fundit është një operacion që nuk dallohet më që është bërë. Më përpara shikonim ato fytyrat e tërhequra në këtë mënyrë, tani nuk ekzistojnë më ato dhe facelift është një operacion që ne e bëjmë me një sukses goxha të lartë. Pra, a ka pas sigurisht rezultate? Vjen një periudhë që ndoshta a mund të rikthehet sërish plakja edhe pas një ndërhyrje? Tani, a ekziston diçka e tillë, një do me thënë fenomen e bas tillë? moshës, zakonisht këto lloj operacionesh të rinimit të fytyrës bëhen mbas moshës, midis moshës 40-50, madje mbas moshës 50 vjeç, ka dhe mbi moshën 70 vjeçare që i bëjnë këto lloj ndërhyrjesh. A ka dhe grup mosha të tilla? Patjetër, sigurisht, sepse estetika nuk ka moshë. Ja. Dhe njerëzit janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, çdo kush ka dëshirat e veta dhe nuk mund të flasim, nuk mund të themi që në këtë moshë bëhet kjo ose në këtë moshë bëhet ajo, zakonisht ka shumë llojshmëri. Megjithatë, në qoftë se bëhet një operacion facelift, zakonisht garantohet është një përqindje e ulët që mund garantohet të një rinim prej rreth 10 vjetësh, 10 deri në 15 vjet. Do me thënë, në qoftë se një grua 50 vjeçare bën këtë operacion, mund të kthehet në fytyrën që ka pasur në moshën 40 vjeçare, sepse nuk duam edhe që të krijojmë një fytyrë 20 vjeçare sigurisht. Do dukej shumë e çuditshme. Do dukej shumë e çuditshme sigurisht. Dhe zakonisht kanë një jetë gjatëshmëri të konsiderueshme këto lloj operacionesh. Do me thënë, nuk preket nga plakja aq sa mund të preket lëkura e pa operuar. E pa operuar. Pak më parë, theksuat që në spitalin amerikan jeni duke ndjekur një pacient me djegje akute. Si ka rezultuar operacioni tek ai? Si po ecën? Deri tani kemi patur goxha sukses, nuk kemi patur asnjë lloj problemi, edhe izolimin ne kemi bërë goxha të mirë për të izoluar nga infeksioni. Çdo njeri ka punuar me shumë profesionalizëm në fakt. Dhe deri tani jemi mjaft të kënaqur. Shpresojmë që ndoshta rreth 10 ditësh ta nxjerrim nga spitali. Ka persona që ndoshta vinë dhe kryejnë kirurgjin plastike të varriçeve? Kirurgji plastike të varriçeve në fakt ne e mbulon më tepër kardiokirurgjia. Ndoshta dhe nga ana estetike? Nga ana estetike sigurisht, të varriçeve, jo të varriçeve nga ana medikale, por të varriçeve siç i njohim ne në popull, si të thuash, nga atyre damarëve që plasen në lëkur. Për këtë neve zakonisht përdorim lazer për këto lloj problemesh. Përdorim lazer i cili i prek gjakun që ndodhet në ata damar dhe atë e bën fare të padukshme, e eliminon. Pra eliminon në mënyrë totale. Flasim paksa për kirurgjin plastike të fytyrës në tërësi. Po. Ndoshta kirurgjin plastike të buzëve? Po. A janë kryer? Kirurgjia plastike e buzëve, trashja e buzëve, mund të bëhet me disa lloj materialesh. Si kryhen këta operacione? Ato operacione zakonisht kryen me anestezi lokale, jo me anestezi të plotë. Do me thënë, nuk ka nevojë që të bëhet anestezi e përgjithshme, zakonisht anestezia lokale mjafton për këto lloj operacionesh. Trashja e buzëve mund të bëhet me substanca mbushëse, siç është acidi hyaluronik, ose mund të bëhet me dhjam nga vetë trupi i njeriut. Tani, sidomos tek dhjami, në qoftë se mund të ndalen më pak, është këto kohët e fundit
kirurgjia plastike jo vetëm këtu në Shqipëri, por në gjithë botën e ka drejtuar syt drejt djamit, sepse brenda në djam gjenden disa qeliza që quhen qeliza STEM. Këto kohët e fundit janë zhvilluar shumë kërkime shkencore në lidhje me këtë. Dhe në qoftë se vendoset djami jo vetëm në buzë, po edhe në pjesën e faqeve të fytyrës, më vonë jo vetëm që fytyra domethënë duket më e rinuar, po edhe lëkura për shkak të këtyre qelizave STEM, të cilat janë qeliza që mund të shndrohen në qeliza të tjera, edhe lëkura duket më e ndritshme, duket më e bukur dhe ndrit më tepër, ka një lloj rinimi jo vetëm në si volum, nga ana volumetrike, por edhe nga ana cilësore, si të thuash, e lëkurës, edhe cilësia e lëkurës rritet. Kështu që injeksionet e djamit janë diçka goxha e bukur që shumë njerëz kanë filluar t'i kërkojnë, sidomos këto kohët e fundit. Përveç këtyre operacioneve që sigurisht deri disi i prekëm si tema, cilët janë operacionet të tjera plastike? Operacionet e kirurgjisë plastike, në fakt kirurgjia estetike përbën vetëm një pjesë fare të vogël të kirurgjisë plastike. Kirurgjia plastike mbulon shumë tema të tjera, për shembull mbulon buzën e lepurit, operacionet e tyre, operacionet që në fillim, në mosha të vogla, dhe pastaj këta janë pacientë që ne i kemi pacientët tanë gjatë gjithë jetës, më vonë mund të operacionet e hundës, sa atyre e tjerë. Gjithashtu operacionet të tjera janë sidomos transfertat e indit, flepet që i themi ne. Për shembull, në qoftë se kemi një defekt në një pjesë të caktuar të trupit, neve mund të marrim një pjesë të trupit nga një anë tjetër, së bashku me damarët që e vaskularizojnë këtë dhe t'i qepim të dy damarët me njëri tjetrin, duke i qepur damarët me njëri tjetrin me disa penjë që janë të hollësa që mja e flokut, në mikroskop sigurisht, mund të realizojmë në këtë mënyrë transfertën e indit. Kjo është një nga operacionet e komplikuara të kirurgjisë plastike, por që mund të bëhet në mënyrë, mund të bëhet lirisht, domethënë nuk është e pamundur që të bëhet. Gjithashtu, nga ana funksionale, tek djegjet sidomos, të gjitha këto djegja me kalimin e kur sidomos në qoftë se lihet që të shërohet vetë, mund të krijoj ato kontrakturat që pengojnë lëvizjen e artikulacioneve. Hapjen e atyre, kirurgjia plastike i bën përsëri, gjithashtu mbas defektet që formohen mbas heqjes së tumoreve të ndryshme. Përsëri kirurgjia plastike i mbulon. Prekim disi këtë temë pasi është shumë e rëndësishme dhe do bëjmë më interesante. Patjetër. Kirurgjin plastike pas heqjes së pjesësave të tumorit. Po, kirurgjia plastike mbulon komplet kancerin e lëkurës. Kanceri i lëkurës ndahet në 3 lloje. Bazal cell karcinoma është një nga kanceret më të gjendur të lëkurës, është shumë i shpeshtë dhe sidomos tek popullsia jonë që jemi dhe pak të bardhë nga natyra dhe rrim shumë në diell, gjendet jashtëzakonisht shumë. Është shumë i pranishëm. Megjithatë, për fat të mirë, kjo lloj karcinome, bazal cell, ka në qoftë se hiqet nga ana kirurgjikale dhe pastrohet mirë, atëherë nuk ju shkakton asnjë lloj problemi në të ardhmen. Prandaj, në qoftë se ekziston një farë plagë në fytyrën e pacientëve që nuk shërohet, ka 6 muaj që nuk shërohet, ka 1 vit që nuk shërohet, dhe gjithmonë zë kore, i bie korja dhe prapë zë kore, zë sërish, atëherë duhet patjetër që të vinë të konsultohen të paktën një herë me kirurgun plastik ose me dermatologun, por kryesisht te kirurgu plastik për eksizionin, në mënyrë që të dinë të paktën natyrën, dhe kjo është gjëja e mirë e kësaj lloj sëmundje, që neve gjatë kohës që vëmë diagnozën, mbasi bëjmë biopsi, bëjmë edhe kurën e sëmundjes ndërkaq. Domethënë i vëmë dhe emrin edhe e kurojmë. Dhe është fare e thjeshtë. Gjithmonë njerëzit kanë menduar që në qoftë se e prek diçka, ajo do të bëhet më e keqe. Ai është një mendim shumë i gabuar që asnjë nuk e di se nga ka dalë. Mirë po, është një mendim që është rënjosur pak a shumë tek mendja e njerëzve dhe ajo patjetër duhet të çrënjoset. Besoj se është një operacion i lehtë, nuk është një operacion që mund të ketë vështirësi. Në qoftë se kapet në fazat fillestare, sidomos që është i vogël, është një operacion i lehtë. Në qoftë se ai pacienti e lë
atë dhe ajo zmadhohet dhe shkon akoma më thellë në shtresat e lëkurës dhe më tutje, atëherë sigurisht ndryshon natyra e operacionit, ndryshon sa i madh është operacioni dhe kalohet në një operacion tjetër. Pastaj këto lloj kanceresh të lëkurës kanë dhe këtë veti që në qoftë se lihen për një kohë shumë të gjatë, atëherë mund të ndryshojë natyrën qelizat e saj dhe të shndrohen në ato që quhen squamous cell carcinoma, që është shumë i rrezikshëm, që ka dhe rrezikshmëri për të shpërndarë nga ana hematologjike ose nga ana limfatike. Domethënë ndryshon komplet natyra e sëmundjes, ndryshon komplet natyra e operacionit që do të bëjmë, ndryshon edhe pritshmëria që kemi ne nga jeta e këtyre. Kështu që duhet patjetër që në qoftë se, siç ju thash, ka një plagë në fytyrë, një diçka, një kore që nuk i bie, duhet patjetër që të vi pa u trembur, sepse nuk ka absolutisht asnjë gjë për të trembur, të vinë të paktën për kontroll. Të bëj një konsult fillimisht. Një konsult patjetër, sigurisht. Nuk duhet ta neglizhoj, pasi mund të kalojë edhe në patjetër, me kalimin e kohës sa më shumë të lihet, aq më keq është. Në këto momente do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, vazhdojmë sërish bisedën tonë. Do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare për të falenderuar përzemërsisht edhe një herë sponsorin tonë General Spitalin Amerikan dhe butik sallon parukeri Brunaldo, i cili kujdeset për lukun tim. Ndjekim pak minuta publicitet e rikthehemi sërish në studio me mjeken e ftuar sonte. Të frekuentosh sallonin e bukurisë Brunaldo, do të thotë të duash trupin tënd, të ndjesh të bukurën dhe elegancën. Trajtimet e fytyrës, flokut, duarve dhe këmbëve, gjithmonë me produktet më cilësore. Trajtim floku, prerje, krehje, stilim, rregullim nusesh, këndje estetikës, manikyr, mbushje me gel, zgjatim me tipsa, zgjatim me letër, thonjë porcelani, pedikyr nga format më të njohura në Europë, maska për fytyrën nga firma Matis, tatuazhe vetullash, trajtim trupi kundër celulitit dhe më pas 30 minuta ushtrime në palestër. Salloni Brunaldo është licencuar nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale për kurse parukerie. Regjistrimet kanë filluar. Fustane nusërie dhe veshje intime të firmave Pierre Cardin dhe Lovely Girl. Salloni Brunaldo ndodhet në lagjen 11 janari, përballë QTU Fier. E pra kur rikthehemi sërish në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit, vazhdojmë bisedën e lëmë për gjysmë. Flasim paksa për rekonstruksionin e gjoksit, mastektomisë. Ndërkohë, më fal, jemi edhe duke pritur telefonatat tuaja. Numri afishohet në ekranin tuaj 069 61 70 222. Në pritet të telefonatave tuaja. Po, siç dihet, kanceri i gjirit është shumë i përhapur, 1 në 8 gra, për fat të keq e zë kjo sëmundje. Mirë po, sidomos këto kohët e fundit me zhvillimin e skanimeve të ndryshme, mund të kapet në faza që nuk janë as pak të rrezikshme dhe kjo ka diçka të mirë sepse shpëtohet jeta, por ajo grua e cila bën mastektomin, pra heqjen e gjirit, është e detyruar që të jetojë gjatë gjithë jetës së vet me një gjë. Me një. Kohët e fundit, në fakt në botë kjo është mjaft e përhapur prej vitesh, prej rreth 10 vjetësh bëhet. Po, është një fenomen shumë i përhapur. Kurse këtu në Shqipëri për fat të keq nuk ekziston akoma ajo mendimi që të shkojsh te kirurgu plastik për të rikonstruktuar gjirin. Të jetoni me një gjë nuk është as pak fati i një gruaje. Rikonstruktimi i gjirit mund të bëhet në fazën fillestare që gjatë operacionit të parë, në qoftë se është kapur sëmundja në një fazë të tillë, ose mund të bëhet më vonë, mbasi kanë mbaruar të gjitha kimioterapia, radioterapia, të gjitha gjërat që do të jepen, të gjitha kanë mbaruar komplet sëmundja, dhe mbas asaj mund të bëhet rekonstruksioni i gjirit. Rekonstruksioni i gjirit bëhet në disa mënyra, duke parë gjithmonë ka disa mënyra. Sigurisht. Kirurgu plastik shikon gjithmonë në kompleks trupin e një gruaje dhe në bazë të asaj vendos, sigurisht duke folur me pacienten në këtë rast, se çfarë lloj rekonstruksion do të bëhet. Rekonstruksioni i gjirit mund të bëhet me anë të një proteze silikoni, e cila vendoset nën muskull. Si fillim vendoset një zgjerues i indit, i cili fryhet me serum fiziologjik dhe pastaj ai mund të ndrohet me një protezë ose e njëjta
protezë të mbahet në vend dhe kështu mund të formohet një gjoks i ri. Në një fazë të mëtejshme mund të formohet edhe thithka e gjoksit dhe pjesa përreth saj, në qoftë se pacientja dëshiron. Një mënyrë tjetër është për të formuar nga barku një gjoks i ri, dhe kjo është një mënyrë që zgjidhet mjaft sepse formon një gjoks i cili është i varur po asaj gjoksit tjetër, pak a shumë. Dhe gjithashtu ka dhe një bonus që dhe barku shtrihet dhe bëhet një abdominoplasti si bonus, do me thënë bëhet një operacion i barkut, si të thuash, është një operacion mjaft i suksesshëm. Këto janë të gjitha për fazën e vonshme, si të themi. Për fazën imediate, me njëherë, gjatë kohës së mastektomisë mund të vendoset një protezë dhe në këtë mënyrë evitohen edhe ato traumat që të dalësh nga operacioni pa një gjoks, sepse ajo të dalësh nga operacioni pa një gjoks është njësoj për një grua, është njësoj si të ketë bërë një amputacion, sikur të ketë prerë disa gishta, sikur të ketë prerë një pjesë të trupit. Kështu që duke vendosur një protezë nën muskull, gjatë operacionit, gruaja hyn në operacion me gjoks dhe del nga operacioni me një gjoks të ri. Këto mund të bëhen edhe nga ana profilaktike, këto lloj mastektomish, sepse ka shumë gra që trëmben nga kanceri i gjirit, në qoftë se ka pasur tek një motor, në qoftë se ka pasur tek një teze, në qoftë se ka pasur në shumë gra të fisit të saj, gruaja vetë mund të trëmbet dhe sigurisht edhe rrezikshmëria që ta zëri kjo lloj sëmundje është e lartë. Kështu që disa gra mund të zgjedhin që të heqin gjoksin vetë. Këto gra që zgjedhin që të heqin gjoksin nuk janë të detyruara që të shëtisin pa gjoks, të dalin nga operacioni pa gjoks. Mundet që në të njëjtën seancë ne të vendosim protezën dhe të rregullohet, të dalin nga operacioni madje me një gjoks më të bukur se ai me të cilin është futur në operacion. Eliminon disi edhe atë traumën që përjeton pacienti që dole nga salla e operacionit pa praninë e një gjoksi. Sigurisht. Sigurisht që përpara se të bëhen këtë lloj operacione, ne mbledhim një lloj konsulte me kirurgun e përgjithshëm, me onkologun dhe me kirurgun plastik. Asnjëherë kirurgu plastik nuk i jep këto vendime vetëm. Asnjëherë kirurgu i përgjithshëm nuk i jep këto vendime vetëm. Kjo është një punë ekipi, të cilën ne e kemi vendosur mjaft mirë, madje kemi biseduar që ta fillojmë këtë. Ka një bashkëpunim të shkëlqyer midis kirurgjisë e përgjithshme, mikëve specialistë të Spitalit Amerikan. Sigurisht. Pra është një ndërhyrje, pra një kirurgji, besoj disi një procedurë e lehtë deri diku. A ka dhimbje tek pacientja? A përjeton dhimbje ajo? Në qoftë se bëhet operacion, mbas këtij operacioni nuk ka dhimbje të jashtëzakonshme. Nuk është një operacion aq i lehtë saç është proteza më vete, por nuk është një operacion i vështirë saç janë operacionet për shembull të kockave, të cilat kanë dhimbjet e veta. Nuk mund të themi që është një operacion fare pa dhimbje, por nuk është një operacion që ka dhimbje të padurueshme. Sigurisht në fazën postoperatore ne japim shumë analgjezik të ndryshëm në mënyrë që pacienti vetë ta kalojë këtë sa më kollaj, sa më thjesht që të jetë e mundur. Dhe nuk kemi pasur absolutisht fare probleme nga ana e dhimbjeve etj. Pastaj gratë edhe si natyrë janë pak të fuqishme. Po, janë disi të forta dhe i përballojnë situata të tilla. Besoj ka pasur pacientë të cilët i kanë kryer një operacion të tillë. Kërkesa për këtë operacion kemi pasur, madje i kemi planifikuar një operacion të tillë për javën që vjen. Është shumë shpejt një operacion i tillë. Po. Kam shumë suksese. Edhe pse besoj se 1% shumë e lartë e suksesit. Është një staf i specializuar me një teknologji të specializuar, kështu që ka rezultate shumë të mira. Flasim disi tashmë për kirurgjinë e dorëve. Po, kirurgjia e dorës është një kirurgji më vete, e cila është shumë e rëndësishme sepse dora është një organ shumë funksional, siç thihet. Për gjëra fare të vogla, funksioni i dorës mund të humbi, sidomos tendinat, në qoftë se pritet njëra nga tendinat, atëherë dhe në qoftë se pacienti e lë pas dore këtë prerje. Atëherë më fal që po ju ndërpres, pasi kemi një telefonat në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mundra. Mirëmbrëma, zotëri. Jeni mirë? Gjoni tani. Po? Unë kam një qupë, që më ka dinë me defekt. Edhe një herë ti? Edhe një herë të lutem zotëri, edhe një herë, ndërkohë që ne mund ta kuptojmë më së miri pyetjen. Po, largojmë çik motra. Po, edhe një herë të lutem. Kam një fëmijë, një qupë. Po. Autoni më ka dinë me defekt.
buzën, si buzë lepur I thoshin doktorët, e kupton? Qarje kute ajo dhe qef dhe kanal. I kanë bërë operacione në Tiranë, 3 operacione. Tani e pjesë e hundës I kanë ngelur e shtypur çupës. E kupton, edhe pjesë e dhëmve I kanë dalë dhëmë të deformuar. Ç'mund të na këshilloni ju për punën e vajzës? Më fal, edhe njëherë, ju I keni bërë operacion më përpara dhe ju rishfaqur sërish? Ka bërë 4 operacione te Nën Tereza në Tiranë. Ka bërë 4 operacione? Zotria, keni bërë 4 operacione dhe ajo është rishfaqur sërish? Kishte, do me thënë, kur ishte bebe, ka lindur me buzë lepuri? Po. Dhe më vonë, tani sa vjeç është vajza? Sa vjeç është fëmija? Vajza tani 15 vjeçe. Sa? 15 vjeçe. 15 vjeçe në mos gaboj? Po. 15 vjeçe, është bërë 4 herë operacion. Këto operacione, më falni, mund të pyes diçka teknike, e kishte buzën e lepurit nga njëra anë apo nga të dy anët? Në një anë. Nga njëra anë. Faleminderit për telefonatën, ndërkohë prisni përgjigjen. Do me thënë, është bërë 4 herë operacion? Po. Por ju akoma nuk jeni të kënaqur me pamjen, apo jo? Nuk jeni akoma të, do me thënë, ka me pamjen nuk jeni të kënaqur? Njeku motra në Tiranë, nga ka thënë që t'i bëjmë, kur vajza të rritet që nuk I zjerën të mësitus, t'i bëjmë edhe një operacion plastik. Po, për hundën? Në këtë moshë. Për hundën apo për buzën? Zotri... Për buzë, Alo. Po, ju dëgjojmë, zotri. Se hundës, nga jo që nuk ka... Ka ngelur e shtypur, edhe në zi kur të kërë me gojnë hapur qupa. Sigurisht. S'mund të këshilloni, s'mund të. Tani, operacioni I hundës, në këto lloj rastesh, duhet bërë patjetër, sepse me zhvillimin e fytyrës edhe hunda zhvillohet në atë mënyrë që e ka programuar natyra në fillim, si të thuash. Dhe gjatë operacionit të hundës, duhet patjetër që të bëhet kujdes që të krijohet një lloj simetrie. Për shkak, përsa I përket shenjave që mbeten, është shumë e rëndësishme që buza të ketë një formë sa më natyrale që të mundur. Megjithatë, në çdo rast, në pjesën këtu të buzës, patjetër që mbetet një shenjë. Për fat të keq, akoma në kirurgjinë plastike dhe estetike nuk kemi krijuar një mënyrë për t'i zhdukur shenjat. Për t'i eliminuar totalisht. Mund kemi mënyra për t'i zbehur, por për t'i eliminuar totalisht nuk është zhvilluar akoma një mënyrë për fat të keq. Operacion? Jo. Po, zotri. Një diçka do të vllai, nuk e kam problemin se do t'i ngjelet një diçka të shenjë. Por vetëm kam problemin vetëm te pjesa e hundës që I rri e shtypur. Pjesa e shtypur e hundës, problemi është hunda që I rri e shtypur. Mund të rregullohet me një operacion plastik. Do të jeni të qetë. Mund të operohet, në qoftë se është 15 vjeç mund të operohet, nuk ka problem. Edhe dhëmbët I kanë dalë të gjithë të rregullur. Si? Edhe një herë ju lutem? Dhëmbët e gojës. Dhëmbët I kanë dalë të gjithë të rregullt. Shumë mirë. Të shtrëmbët, të çrregullt. I kanë dalë të çrregullt dhe me dëmtim të dëmtuar. Normale. Është normale. Sigurisht tani për sidomos për buzën e lepurit ne punojmë në përsëri në ekip dhe punojmë bashkë me ortodontistët, me dentistët. Në qoftë se dëshironi, mund të vini në spital një ditë që të takohemi bashkë. Po. Mjekja punon pranë Spitalit Amerikan, vjen edhe pranë Spitalit Amerikan të qytetit të Fierit, sa herë që ka kërkesa ajo është e pranishme, aty ju ndodhet pranë. Po, ju mund të shkoni pranë Spitalit Amerikan, aty ka një ekip që mund t'ju informojë së tepërmi dhe mund të lini dhe numrin e telefonit. Është pranishme. Mund të jetë të kontaktoj direkt një të unë të shikoj vetë. Edhe një herë ju lutem? Sonja, mund të jetë vetë shumë që të kontaktoj të shikoj vetë. Po, patjetër, është e pranishme. Doktoresha është e pranishme. Nëse dëshironi, lini numrin e telefonit dhe ne do t'ju kontaktojmë vetë. Lini një numër kontakti, ndërkohë që doktoresha ju kontakton. Në vesh dhe për ditën. Dëgjojeni motra, 069. Po, ndërkohë mund t'ja lini regjisë, zotri. Regjia ju a merr. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Ndërkohë probleme të tilla. Besoj se është një operacion që mund të ketë rezultat nëse kryhet. Sigurisht. Tani operacioni I hundës për buzën e lepurit është një operacion që kryhet shumë shpesh, është e detyrueshme që të kryhet në një farë mënyrë. Gjatë kohës së rritjes, siç e thash edhe pak më përpara, natyra punon në atë mënyrë që është programuar në fillim, në mënyrë të distortuar për fat të keq. Në fillim, kur bëjmë operacionin e parë, ne mundohemi që ta rregullojmë pak hundën.
vendosim edhe disa gjëra brenda në hund që ta mbaj në formën e caktuar, por për fat të keq në disa raste përsëri ajo merr formën e parë dhe karakterizohet sidomos me një pjesë të shtypur në këtë anë. Ato duhet ngritur lart dhe septumi të sillet në qendër. Domethënë ekziston si operacion, bëhet pa problem. Bëhet dhe nuk ka në shumicën e rasteve marrin një pamje të hundës shumë më të mirë se sa ajo që kishim dhe mjaft të natyrshme. Po, ndërkohë zotëria mund të shkoj numrin e telefonit ja morëm, e lanë në besër në regji, mund të shkoj dhe pranë Spitalit Amerikan të qytetit të Fierit, aty mund të kontaktoj është një staf recepcionistësh, ku mund të kontaktoj dhe mund të lëri një takim, pasi mjekja është e pranishme sa herë që ka kërkesa. Jo vetëm doktoresha, por të gjithë mjekët janë të pranishëm, është një staf jashtëzakonisht i specializuar. E lam te kirurgjia plastike e dorës. Tani dora sigurisht është një organ shumë funksional, sidomos shumica e njerëzve nuk e marrin dot me mend se sa e rëndësishme është që të paraqiten tek mjeku kur ka një plagosje të dorës. Një prerje të thjeshtë, një xham që hyn në dorë mund të ketë dëmtuar struktura të tilla që më vonë është shumë e vështirë që të riparohen. Sidomos tendinat në momentin që kaputen, sa më shumë të lihen në atë mënyrë, aq më keq është, aq më shumë rritet probabiliteti që ajo tendin të mos funksionojë më. Të gjitha qepjet e tendinave mirë është që të bëhen që në fillim. Megjithatë, edhe në momentin që ka kaluar për shembull një vit nga kaputja e tendinës, përsëri nuk është tepër vonë, mund të bëhet me një operacion që është pak më i ndryshëm se sa operacioni fillestar, por përsëri mund të bëhet riparimi i tyre dhe funksionimi normal i gishtit dhe i dorës. Plagosjet e dorës dhe të gjitha këto prerje të dorës duhen patjetër në mënyrë shumë të veçantë dhe duhen patjetër që të konsultohen me një specialist, sepse në qoftë se merren pak lehtë, atëherë mund të përfundojnë me probleme shumë të mëdha, mund të kenë pasojë të rënda, po. Ka pas raste ku ka pas pacientë të cilët kanë ardhur kanë bërë një kirurgji plastike të dorës dhe si ka rezultuar, për sa kohë dora e tij është vënë në gjendje funksionale? Po, kur kaputet një tendin, neve atë në momentin që në qoftë se vjen brenda 2 ditëve të para, ne mundohemi që atë tendin ta qepim me një herë, e qepim dhe pastaj dorën, sidomos për të tendinat fleksore, e mbajmë në një kast në mënyrë të imobilizuar për 3 javë. Pastaj me kalim avash fillojmë me fizioterapin në mënyrë që të fillojmë edhe funksionin e dorës ngadalë. Dhe këto lloj operacionesh janë operacione që nuk janë as pak të vështira, janë operacione të lehta. Janë operacione të lehta për specialistin, sigurisht, sepse është patjetër këtu flasim për është e vështirë që të flasësh anatomia e dorës duhet njohur shumë mirë në mënyrë që të ndërhyhet atje. Kështu që nuk duhet të trëmbesh nga një kaputje e tendinës, por edhe nuk duhet neglizhuar, sigurisht. Nuk duhet neglizhuar. Në asnjë mënyrë. Po kirurgjia plastike e barkut? Po, kirurgjia plastike e barkut, sidomos është në modën e sotme, quhet kirurgjia e nënës, që mbasi lind fëmijën, barku varet dhe ka shumë nëna që kjo është kategoria më e kërkueshme të cilët kërkojnë të kryejnë këtë operacion, besoj. Po, mbasi lindin një fëmijë ose 2 fëmijë dhe nuk duan më që të bëjnë fëmijë, por edhe në qoftë se do të duan të bëjnë fëmijë në të ardhmen, kjo nuk paraqet. Nuk përbën ndonjë problem. Jo. Kjo lloj kirurgjie zhvillohet edhe nga ana estetike sigurisht për atë barkun e varur, por edhe për shkak se rectus abdominis janë 2 muskujt që janë në qendër të barkut dhe ato gjatë shtatzanisë sidomos hapen midis tyre. Sepse shtatzania formon një presion sigurisht brenda në bark. Në shumicën e rasteve kemi një hapje midis tyre dhe këtë hapje ne korrigjojmë, e rregullojmë gjatë operacionit të abdominoplastisë. Kështu që kemi një bark më të sheshtë, më të bukur sigurisht, por edhe më funksional nga ana e hernive e tjerë. Është një kirurgji që po e më tepër.
në fakt, sepse çdo ditë më tepër vajzat e gratë po drejtohen akoma më tepër drejt estetikës. Studime të shumta kanë treguar që ai që është i bukur ose ajo që është e bukur ecën më shpejt në karrierë. Po. Kështu që të gjithë janë drejtuar gjithmonë më tepër drejt mirëmbajtjes së trupit dhe mirëmbajtjes së fytyrës, dhe këto mund të futen në ato kategori përveç nga ana funksionale dhe përveç vetbesimit që i jep një gruaje një operacion i tillë, por jo vetëm gratë, dhe meshkujt burra vinë për këtë operacion dhe e kërkojnë këtë lloj operacioni. Megjithëse shëndeti midis gruas dhe burrit është i ndryshëm, sepse burri nuk e ka dhjamosjen vetëm për jashtë, po e ka dhjamosjen dhe brenda në bark. Por shumë burra e kërkojnë këtë dhe duhet patjetër që në fillim duhet konsideruar komplet si është zhvilluar dhjamosja, çfarë ka ndodhur në atë trup, dhe pastaj më vonë të jepet një vendim për operacionin. Operacioni më i thjeshtë është tek gratë apo tek meshkujt? Jo, nuk ka ndonjë ndryshim kush e di se çfarë midis gruas dhe burrit nga ana operatore. Gruaja dhe burri të dy kanë të njëjtën anatomi, kështu që ndoshta tek një burr mund të mos ketë diastas të atyre muskujve që ju thash pak më përpara, por ajo nuk e komplikon operacionin. Sa zgjat si procedurë, do të thënë, në çfarë momenti një grua ose një burr është në gjendje që të bëjë jetën e tij të mëparshme, pra dhe të ketë një trup edhe më të bukur? Patjetër, zakonisht 3-4 ditët e para ne nuk i lejojmë që të bëjnë shumë lëvizje. Mund të eci vërdall nëpër shtëpi, po nuk i lejojmë që të bëjnë një lëvizje shumë të madhe. Mbas një aktivitet më të madh. Po, mbas një jave mund të shkojë në punë pa problem, dhe mbas 3 javësh zakonisht ne i lejojmë që të shkojnë në palestër. Aha, është gjithçka e rezervuar. Po, kështu që nuk është një operacion që rezulton me një morbiditet shumë të madh, etj. Ka pasur një rast konkret, e ilustrojmë disi me një rast konkret që është kryer një operacion i tillë pranë Spitalit Amerikan. Besoj shumë operacione janë kryer. Po, flasim për operacionin e barkut. Sigurisht, kemi disa raste që kanë kryer këtë operacionin e barkut dhe në shumicën e rasteve janë shumë të kënaqur, dhe të gjitha rrobat e vjetra i kanë hedhur dhe kanë marrë rroba të reja. Marrëdhëniet e tyre me botën e përjashtë kanë ndryshuar pak a shumë, sepse kanë fituar një farë vetbesimi. Gjithashtu edhe ato kilet e tepërta që mund t'i kenë pasur përpara operacionit, kanë filluar dhe më tepër të shkojnë në palestër, e kanë ndjerë veten më mirë, gratë. Kështu që është një operacion që është mjaft i bukur. Është i bukur, është edhe i lehtë, ndoshta nga ana e profesionistëve. Sigurisht, nuk është një operacion është një staf i cili para se ti të kryej një procedurë të tillë, është shumë e rëndësishme kryej një konsult. Sigurisht, është shumë e rëndësishme që të konsiderohet pacienti në fillim, përpara se të vendoset indikacioni për operacionin, të shikohet një herë pacienti në tërësi dhe të dallohet nga ana e kirurgut plastik me syrin e kirurgut plastik, pra të profesionalit, se cilat janë problemet, sepse ndonjëherë vetë njeriu e shikon vetveten, por nuk arrin dot ta dallojë, mund ta ketë fshehur problemin e vet me një problem tjetër, të cilin vetë e dallon më tepër, por në fakt problemi mund të jetë diçka që është pak më i thellë, që kërkon një sy tjetër për të dalluar. Kjo vlen edhe për kirurgjinë e fytyrës, edhe për kirurgjinë e trupit. Ne mund të flasim cilët janë operacionet e tjera, të cilët edhe kryen aktualisht në Spitalin Amerikan. Operacionet, nëse do të flasim nga ana e fytyrës për shembull, mund të bisedojmë për bukurinë në përgjithësi, cila është çfarë njeriu quan të bukur, sepse ekziston kjo fjala që unë nuk di ta shpjegoj se çfarë është e bukur, por di ta dalloj kur më hyn në derë. Më falni nëse të ndërpres sërish, pasi kemi një telefonat në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po? Jam gjallë në qatë gjallë. Po? Edhe jam në përdo në vinë nga apandesi dhe në jetë vindje në njerë. Ka bërë operacion nga apandesi dhe ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale dhe ju ka mbetur ndërhyrja, operacioni. Ju ka ngelur si shenjë. Si? Keni bërë një ndërhyrje kirurgjikale pra të operacionit?
të apandesitit dhe ju ka ngelur shenja operacionit. Po. Edhe në jetë dhimbje dhe një herë. Edhe një herë ju lutem? Jam operuar para një viti nga apandesitit. Po. Edhe në jetë dhimbje dhe një herë. A, ju jep dhimbje sërisht? Po, dhe një herë, po. Sa ko keni që jeni bërë operacion? Zotri, sa ko keni që e keni kryer këtë operacion? Një vit. Një vit. Një vit ka kaluar. Po. Ju keni probleme me dhimbje që ju jep her pas here, apo keni probleme me pamjen e... Me pamjen në një dhe dhe. Me pamjen e prerjes, apo jo? Po. Është zgjeruar me kalimin e kohës? Jo, jo. Nuk është zgjeruar. Jo. E keni tani në formën e një vije të hollë, apo ka përreth ato si Po, jo. vendet e qepjes? Nuk normale. Ashtu si qëtë. Si? Edhe një herë ju lutem? Ashtu si qëtë. Ashtu, do më thënë, ashtu si është kryer operacioni, ashtu ka ngelur. Nuk ka Tani- pësuar ndonjë ndryshim. Tani në qoftë se do për cicatricet, në qoftë se ajo ka mbetur në formën e një vije të hollë dhe është mbas një viti ne presim që ato të marrin pozicionin përfundimtar, do me thënë rezultantin, në qoftë se ajo është zbardhur dhe ka mbetur në formën e një vije të hollë, për fat të keq ne nuk kemi akoma një mënyrë që t'i zhdukim fare këto. Por kemi mënyra për t'i zbehur pak cicatricet. Në qoftë se ajo cicatrice është shëruar keq dhe me kalimin e kohës mund të jetë entur, mbi lëkurë ose mund të jetë zgjeruar, atëherë duhet që të flasim për metoda të tjera. Kemi disa lloj injeksionesh, mund të bëjmë një kur me lazer. Pra ka mënyra të Kemi ndryshme? mënyra të ndryshme, por sigurisht që si fillim duhet patjetër që duhet parë shenja juaj, sepse kështu në telefon është pak e vështirë që unë të kuptoj tamam se çfarë ka ndodhur. Pra, është shumë e lehtë, ju paraqituni pranë spitalit amerikan, aty mund të lini një kontakt. Ka një staf të mrekullueshëm, i cili i shërben, i lën takim, mjeku mund të vi sa herë që ju mund të keni nevojë. Faleminderit ju. Faleminderit juve. Atëherë po flisnim disi për kirurgjinë e fytyrës. Po, për kirurgjinë e fytyrës. Tani që nga koha e mesjetës ekzistojnë ato që quhen proporcionet e arta, të cilat akoma sot e kësaj dite shikohen domethënë në një fytyrë nga ana e kirurgut plastik sigurisht, që duan që të kemi fytyrën në par proporcionesh të caktuara. Në qoftë se një grua vjen me dëshirë për rinoplasti, për hundën, për shembull. Por në qoftë se ajo ka një lloj asimetrie të fytyrës, domethënë njërin anë e ka ndryshe nga tjetra, mjekra mund të anoj nga një anë dhe atë nuk e ka vënë re kurrë në jetën e vet, atëherë çfarë do lloj edhe rinoplastin më të bukur në qoftë se bëhet, atëherë nuk ka për të mbetur kurrë e kënaqur as mjeku as pacienti. Është shumë e rëndësishme që të shikohet fytyra në kompleksitet dhe jo vetëm hunda si organ, por duhet parë fytyra në kompleksitet. Gjithashtu, ndonjëherë vetmja gjë që shqetëson pacientin vet është hunda. Mirë po, kemi probleme me ballin. Kemi probleme me mjekrën, kemi probleme me mozat. Të gjitha këto duhen parë dhe duhet që mjeku t'i thot pacientes ose pacientit, t'ja shpjegoj tamam problemin që ekziston dhe pastaj së bashku të marrë një vendim për zgjidhjen e këtij problemi. Për shembull, për ballin, në qoftë se kemi një ball të vogël, atëherë mund të hapet pak më tepër balli. Në qoftë se kemi një ball shumë të sheshtë, atëherë mund të bëhen injeksione të ndryshme dhjami, në mënyrë që balli të bëhet paksi më i fryrë dhe të duket më bukur, të duket si një ball bebes, të thuash. Gjithashtu për mjekrën mund të bëhet proteze mjekrës, në qoftë se mjekra është shumë e futur, ose mund të bëhet një prerje e vogël e mjekrës, në qoftë se ajo është shumë e dalë.
Gjithashtu mund të bëhen proteza të ndryshme të mollzave, të cilat mund të ndodhë zmadhimi, theksimi i mollzave nëse ato janë të pa theksuara. Sigurisht, bëhet theksimi i mollzave dhe mund të bëhet dhe me injektime të dhjamit, por mund të bëhet edhe me një protezë silikoni ose me një protezë me të por. Cila është metoda më e pëlqyer nga pacienti ose cila është metoda më praktike dhe më e mirë, më funksionale? Të dyja apo është njëra më specifike? Për mollzat, si fillim bëhen injektimet e dhjamit, sepse ndonjëherë një zmadhim i vogël bën një ndryshim shumë të madh. Por në qoftë se pacienti vetë kërkon, sigurisht që varet nga fizionomia e përgjithshme e pacientit, por në qoftë se pacienti vetë kërkon që të ketë hije dhe drithije të theksuara, atëherë duhet patjetër që të bëhet një protezë silikoni ose me të por, domethënë atë më vonë zgjidhet midis pacientit dhe mjekut. Po. Unë ju falenderoj për zemërsisht që ishit e pranishme me sonte në studio. Duke ju falenderuar dhe ju të nderuar teleshikues, këtu erdhi fundi i emisionit tonë. Do të rishihemi bashkë këtë mërkurën e ardhshme nga ora 6 deri në orën 7. Deri atëherë, mirupafshim. Sponsori i emisionit Medicina, Spitali Amerikan.